Ju I përmendët arsyet kryesore për cilat do duhej rishikuar kurrikula. Duket në fund të vitit kaluar, ish ministrja Nagaci e pat formu një grup punues që me rishiku për habije pa të nëqyt me rishiku plan programet lëndore dhe programet mësimore. Kështu diçka e pa të nëqyt, në të vërtet do duhej bërë një grup punues për rishikimin e zbatimit të kurrikulave në përgjithësi, prej kornizës kurrikulare dhe poshtë e deri te plan programet lëndore. A duhet, në rend të parë për shkak të ashtu si që thatë ju ndryshime të mëdha teknologjike që janë bërë, edhe duhet me pa se çka u bën në zbatimin e tyre tash 10 vjet, tamam 10 vjet prej se janë miratu me pa se si po zbatohen, si nuk po zbatohen apo përfitojnë fëmijët prej tyre apo jo, apo zhvillohet fëmija sipas obligime që parashihen në kushtetutë dhe në ligje apo e kryen misioneve të arsimit të tjera. Po, do duhej, është mirë që është formuar ai grup, mendoj se misionin ai grup e ka të gabushëm, mandatin e ka të gabushëm, është dashur me I thonë rishikimi kurrikulave, tu fillu prej kompetencave përmes rezultateve mësimore, kryesore mësimore, mandate ndoshta edhe deri te plan programet lëndore. Vetëm nëse shikoni kompetencat, ato 6 kompetencat duket atë ca I kem kryesore, në to nuk është kompetenca teknologjike, nuk është ajo e digitalizimit edhe e inteligjencës artificiale. Vetëm kjo mos ishte do të mjaftonte me hy rishikimit të kurrikulës, prandaj pajtohem me ju duhej të fillonte një rishikim I mirë fillt I kurrikulës. E kështu si që është formuar komisioni, ju besoni se mund bëj ndryshime, por ato mund t'jenë fundja vetëm kozmetike, jo rrënësore, ashtu si që po konsiderojnë se duhet ketë ndryshime në kurrikul, çfarë mund bëj ai komision? E para komisioni duhet t'jetë kompetent, nuk ky komisioni tashëm ka njerëz shumë të mirë aty, unë mendoj se duhet ketë edhe një ose 2 ekspertë ndërkombëtar. Mandati mendoj që është I gabuar, e kam lexuar vendimin, mandati, vendimi, detyra e dhënë është e gabuar. Në vendim do duhej thënë të rishikohet korniza kurrikulare dhe përgjithësi kurrikulat në Kosovë. E aty thuhet të rishikohen plan programet lëndore dhe programet mësimore. Kjo është po më keq me përdor me kap macën për bishti. Vend se me trajtu problemin të koka atje ku është çështja, atje kanë ndodhur ndryshimet, te kompetencat kanë ndodhur ndryshimet, te rezultatet mësimore, te konteksti arsimor kanë ndodhur ndryshimet e jo në përmbajtjet mësimore aty këtu se ato shumë lehtë ndron arsimtari vet, profesori vet I ndron pa I thënë kurkush. Domethënë në koncept është grupi detyra u është dhënë gabimisht. Mandej është dashur të dalin me raport në prill, nuk kanë dalë. Mendoj se ashtu prilli ka qenë tepër ambicioze, kur thuhej atëherë se duhet të dilte. Mendoj se një plan I mirë I punës edhe një mandat pak më I qartë duhet të japë atij grupi edhe të plotësojë me ekspertizë ndërkombëtare. Pse konsideroni që është e domosdoshme ekspertiza ndërkombëtare? Për të parë përvojat e tjerëve apo pse duhet të ketë ekspert ndërkombëtar? Kosova ka ekspert. E para, në Kosovë tash janë ndërtu kapacitet mirë, po nuk edhe një çoban ndonjëherë, pa dashme në nënshmu çobanin, t'jap ide të interesante për një çështje të caktuar. Unë mendoj se çdo herë një mendje tjetër është e dobishme, tjetër sinqerisht bota po ecë më shpejt se na. Ata jashtë. Jo që janë më të mençur se fëmijët tonë janë normale. Po është sistemi, konteksti, nuk është mundësues, dhe kjo është problem cilin duhet edhe këtu shkolla, këtë mision e lunë mas miri shkolla, po të ishte në zemër të asaj është ajo që e keni bëjë ju misionin sot, është një kurrikul e duhur edhe zbatuar mirë. Kurrikula që keshim, pra, thoni që nuk u përshtatet nevojave të sotme, të fëmijëve të sotëm. Sa, le të themi me përqindje, sa u përshtatet kurrikula nevojave që kanë fëmijët sot? Kjo kurrikula është e 2016, por realisht është e 2011. 2016 janë bërë disa përmirësime kuta diçka dhe thuhet se atëherë është miratu, pa është edhe më e hershme. Domethënë, kjo kurrikula dhe ti para në shekullin e mesëm
për mu dyfishu dija njerëzore, është dasht me kalu 100 vjetë prafërsisht. Do më thonë, nëse kanë qenë 1000 libra në botë, është dashur 100 vjetë, mu ba 2000 libra në botë, mu shkruar shekullin e mesëm. Sot ajo kohë është 3 deri në 5 vjetë. Edhe këtë dhanu e kam pas para një 5 vjetëve, do më thonë tash është dikun 2-3 vjetë, kur dyfishohet krejt dija botrore. E tash në këtë kontekst, kur dija botrore dyfishohet gjdo 2-3 vjetë, edhe tash, edhe më shpejt, edhe derisa në flasim, edhe më shpejt, atëherë njeri mund të asho se kjo kurikule 2016, që në të vërtet është edhe më herë, dikun 2013-2014, është skaduar. Pra, kjo kurikull u përshtatet nevojave të fëmijëve të asaj periude, kur me gjithat zhvillimet teknologjike nuk kanë qenë si sot. 2011, 12, 13, nuk ka qenë si sot. Nuk ka patur mënyra zhvillimore ose le të thuash aplikaciona aq sofistikuara që ndihmojnë gjithçka fëmijët, ndoshta edhe për nxënjen e mësimit e deri tek vendi i punës mund t'i ndihmojë. Pra, kjo i është përshtatur nevojave të asaj kohe. Kurikula është përshtatur asaj kohe, është e konceptuar, është e hartuar, e shkruar për atë kohë, po shikoni, është një halkë ndërmjetme që janë mësimdhënësit. Mësimdhënësit edhe me atë kurikull që është relativisht e skaduar, ata i përshtatin kohës së sotme. Ata edhe kanë digitalizimin, edhe kanë mjetet pak më moderne të punës, edhe e din, i njohin do teknologji të reja, do më thënë janë mësimdhënësit të shkolla, janë prindërit, janë fëmijët, do më thënë ne atë kurikull relativisht të skaduar, me gjithate nuk zbahatohet në mënyrë aq të skaduar. Prapë se prapë nuk është irelevante, por ishdasht me rishiku në mënyrë pak më të themelt, në mënyrë që me ja lecu punën që ati arsimtari, që ati fëmija, që ati prindi, që asaj shkolle, që me qenë më dobishme kurikula për me nga rend, me vrapu fëmijëtane, jo me ecë, e na me mendu që u sa mirë po din fëmijëtane. Kjo vetëm sa i përket aspekti teknologjik për kurikullën, sepse ajo është shumë e gjerë dhe do diskutojmë për të. Edhe si përmbajtje është e skaduar, po edhe si përmbajtje. Për përmbajtjen do të flasim, por sa i përket aspektit të digitalizimit, aspektit teknologjik, supozojmë që sot ndryshon kurikula dhe përfshin krejt nevojat që i kërkon digitalizimi, që i kërkojnë fëmijët sot do mund zbatojnë në praktik kur shkollat tona nuk janë digitalizuara. Shkollat tona mjafton infrastruktura bazë digjitale. Edhe po të bëj sot, sa është e mundun tjetë të futet në zbatim me njerë? Niko, është interesant se vërtet ne kemi ngec me furnizimin e shkollave, sidomos në nivelin qendror, me pajisje teknologjike, por paradokosh mëra një dhanë që komunat, donatorët të ndryshëm, shkollat i kanë ba me gjithate rreth 7-8.000 pajisje teknologjike në për shkollat, që do më thënë ka lëvizje në atë drejtim.